Jo po s'është gjë Tirana, jo po s'kam bërë si zbukurim për vitri. Këtë video po e bëj për gjithë emigrantët që janë jashtë shtetit dhe dua t'ju tregoj pak liçenin. Shifini pak sa bukur është, shifini. Shifini pak këto harë që sa bukur i kanë bërë këto yjet. Qëllimi i kësaj videos nuk është për treguar se sa bukur është bërë këtu te diga liçenit. Është për treguar dy lajmet më pozitive të kësaj jave. Lajmi i parë që më ka bërë shumë përshtypje është që do rihapet sërish TikTok-u në Shqipëri. Ka qenë vetë kryeministri i cili ka dhënë një intervistë dhe ka thënë tekstualisht që nuk e shoh të arsyeshme që ta ndalojmë sërish TikTok-un në Shqipëri, ndërsa lajmi i dytë shumë pozitiv është që në Shqipëri nga janari nuk do ketë më rrogën 900.000 lekë. Ka qenë vetë ministra e financave që ka bërë të ditur këtë lajm dhe më bëri shumë përshtypje sot hidrauliku kur erdhi mregulloi ca gjërat e shtëpia dhe e kishte zënë halli shkretit sepse nga janari do paguante më shumë sigurime. Këto janë ato njerëz që janë të vetë punësuar dhe nuk është se duan të pagojnë shumë sigurime, nuk i intereson pensioni, i interesojnë lekët sot sepse kanë familje për të rritur. Kjo është pema që ndërmarrja e ndriçimit dhe dekorit Bashkisë Tiranës ka bërë për këtë vitri. Është më e bukur se ç'duket në kamerë. Nëse po më ndjek deri tani dhe besoj e di se çfarë videosh bëj, do të kërkoja një nder që të kalosh pak te Instagrami dhe të më bësh një follow. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.